Semen Gjokoli, njeriu që Vlorës në këtë situatë pandemie i zhvilloi më shumë se ç'tuhet kulturën. Kulturën në presionin, në panikun dhe në masat e kësaj pandemie. Semen Gjokoli, kënaqësi që flasim bashkë. Edhe për mua. Është një vit që mbyllet sot. Një vit i vështirë, por sapo dhe e thash, shënoi sukses në zhvillimet kulturore të qytetit dhe le ta themi, një nga nismëtarët, iniciatorët në këtë fushë të caktuar ishte edhe Semen Gjokoli. Po e para do thënë që kemi të bëjmë me një vit jashtëzakonshëm, me një vit shumë të trisht, me një vit që jo vetëm paniku për shkak të këtij virusi të pandodhur, të paktën gjatë këtij shekulli, por edhe për shkak të jetëve që mori. Edhe natyrisht e vështirë është që të japësh një intervistë edhe të flasësh për arritjet e këtij viti, por gjithsesi, duke qenë që jeta vazhdon, ne jemi pjesë e kësaj jete, kultura gjithashtu ka vendin e vet në këto zhvillime, unë do të thoshja që edhe pse ekzistuan këto vështirësi shumë serioze, sepse këto vështirësi ose situata shëndetësore në përgjithësi prishi kalendar, anulloi agenda, duke e parë në këtë kënd, unë do të thoshja që Vlora përsëri nuk qëndroi indiferente, u ingranua, u realizua një këngë online nga Asambli Çipini, me Artur Dhamon, po edhe me studion Bleta kam parasysh, filluan pastaj parodistë e Vlorës me një parodi shumë interesante që në atë kohë u bë një hit i vërtet. Kam parasysh pastaj vazhdimin me treshen e këngës qytetare vlonjate, me sazet e Vlorës. Kështu me radhë, do me thënë, kam parasysh ato muaj që vërtet ishte një trysni e madhe, në radhë parë psikologjike, por pse jo edhe shëndetësore. Pra u shënuan jashtëzakonisht aktivitete. Çfarë këveçon Semen Gjokoli? Që dhe vetë u ndjeve më mirë se herët e tjera. Shiko, unë do t'i vlerësoja këto për shkak të veçorisë së tyre, mbasi ne vërtet jemi mësuar që veprimtarit t'i prekim, t'i shikojmë në afër. Ky qytet ka kohë që është kthyer në një model, sidomos për disa lloje aktivitetesh, për festivalesh, po edhe për risit janë krijuar tani për shkak të infrastrukturës. Bashkëpunova me Ministrinë e Kulturës për të realizuar të paktën një pjesë të një projekti që Qendra Kulturore Aulona kishte mësuar në Ministrinë e Kulturës në marrëdhëniet e artizanëve, të instrumentistëve popullor, po edhe të polifonisë. Edhe me po them kontributin direkt të Ministres Kulturës, që unë gjej rastin të falenderoj, po edhe me një bashkëpunim të shkëlqyer me Bashkinë e Vlorës, me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, gjithashtu u realizuan në qendrën historike të qytetit aktiviteti me okelion, zeje, avaze dhe polifoni. Ky aktivitet në fakt, unë ndjeva mirë sepse gjithçka që ne kishim menduar, po mbi të gjitha ishte që ne të përballeshim mbas kaq kohësh heshtje apo frenim të aktiviteteve kulturore, ne të dilnim përballë publikut dhe mbi të gjitha të tregonim që edhe në këto kushte, pse jo kaq të vështira, vullneti, dëshira, pasioni, pse jo, bën që të realizohen edhe madje të kthehen në modele. Duhet thënë se ky vit shënjon edhe 15 vjetorin e shpalljes së isopolifonisë kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit. U shfryzua ky 15 vjetor për të bërë edhe disa nga vlerësimet
e burimeve njerëzore të trashëgimisë kulturore, shpirtërore jo vetëm të Vlorës, po në tërësi të qarkut të Vlorës. Këto ishin vlerësime presidenciale, që nga Konispoli po them për të ndjerin Taib Madani për mjeshtrin e valles Çame, për të ndjerin gjithashtu Arap Qeloleska, edhe ky një emër i madh i valles, i këngës, i instrumentit popullor të Vranishtit, po edhe shumë figura të tjera të mëdha, siç është Lefter Çipa, Nderi Komi, Dimitër Varfi, Hysen Ruka, një zë interesant i gjithë mes aplikut dhe lumit të Vlorës, Rama Nureddini, Cinzërfille, Syriad Hoda e të tjerë, pra ishte disa nga kolonat e trashëgimisë shpirtërore të Vlorës, të shquar në vite në festivalet e Gjirokastrës gjithashtu. Vlerësim mëse i merituar. Cili është premtimi që i bëni vetes në këtë ditë të fundit të vitit? Atëre do të uroja që ky stopim që ju bë zhvillimeve të kulturës në përgjithësi, të trashëgimisë shpirtërore në veçanti, të aktiviteteve ndryshme, të festivaleve, të takimeve, të grupe polifonike, gjithçka, të na vitej i mbarë në vitin 2021, dhe unë do të uroja të gjithë mbarësit, të gjithë interpretët, të gjithë krijuesit, rapsodët, të gjithë ata që shpirtin e tyre e vënë në këngë, e vënë në valle, në instrumenta, në melodi, dhe të kemi një vit të shëndetshëm për t'i shërbyer Vlorës tonë me të gjitha mundësitë për ta bërë atë edhe më të bukur, pikërisht jo vetëm nga infrastruktura, po mbi të gjitha nga shpirti, nga ajo që Vlora di ta bëj më së miri, nga prezantimi i kulturës së saj, nga prezantimi i folklorit të pasur, nga prezantimi i polifonisë që mbetet kryeqendër e Labërisë dhe gjithë viseve ku zhvillohet dhe urimi polifonia. më specifik, urimi më i dashur, për kë shkon, urimi Sejmen Gjokolit. Është nata e ndrimit viteve dhe unë do të uroja të gjithë qytetarët vlonjat, të gjithë ardashësit vlonjat, qytetin tim të dashur për një vit më të mirë, më të begat. Dhe duke kaluar në planin personal, nipit tim Dariusit, që është larg në Itali. Dhe që është dashuri e madhe. Dhe që është dashuri e madhe për mua. Faleminderit shumë Sejmen Gjokoli. Faleminderit juve.